Afërsisht 35 zyrtar të gjykatës kushtetuese gjyqtare e këshilltar do të qëndrojnë për 4 ditë në Selanik të Greqisë. Përveç tyre në punëtorinë e organizuar nga kushtetuesja së bashku me Fondacionin Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar IRZ, do të jenë edhe gjyqtarë këshilltar nga Gjykata Supreme. Në këtë punëtori ata do të qëndrojnë nga 27 nëntori deri më 30 nëntor. Për këtë, kushtetuesja ka nënshkruar kontratë me një operator ekonomik për shërbime të transportit me autobus nga Prishtina në Selanik të Greqisë dhe Anasjeltas. Kontrata për shërbime të transportit është lidhur me qëllim të transportimit të gjyqtarëve dhe këshilltarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës në punëtorinë e përbashkët profesionale vjetore, e cila tash e sa vite organizohet ndërmjet dy gjykatave me mbështetjen financiare të Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar IRZ dhe me ekspert ndërkombëtar të angazhuar gjithashtu nga Fondacioni IRZ. Ndonse ky institucion kishte parapar shumën 2.000 euro për të shpenzuar për transport, vlera e kontratës së nënshkruar është 1.280 euro. Dugagjini ka pyetur gjykatën se për cilat arsye kjo punëtori nuk po organizohet në Kosovë, por në një shtet tjetër, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. As në Gjykatën Supreme nuk kanë treguar për numrin e gjyqtarëve që do të marrin pjesë, por vetëm se për këtë duhet i drejtohemi kushtetueses. Dugagjini ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar IRZ, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje që nga java e kaluar. Post shpenzimeve zyrtarët publik për udhëtime jashtë vendit marrin edhe mëditje nga buxheti i shtetit.